Përpos mashtrimeve që janë bërë përmes telefonit tek qytetarët e Kosovës, tash ka nisë me bë disa mashtrime edhe përmes e-mailit. Përmes kësaj video kemi me u mundu mja u spjegu se çysh vijnë këto e-maila herë në emrin e policisë, gjykatës, Interpolit e të tjera. Kena me marrë edhe një rast që ju ka dërgu një mërgjimtarit edhe me spjegu se çysh me bë check, çysh me kontrollu një e-mail nëse është zyrtare ose jo. Së fundmi, Policia e Kosovës e ka bërë një njoftim zyrtar lidhur me qarkullimin e disa e-mailave të ndryshme me përmbajtje jo zyrtare, pra kënce i përkasin Policisë së Kosovës. Pra dikush në emër të policisë po ju dërgon e-maila të ndryshëm qytetarëve kënce për ftesa nga gjykata e që të njëjti dyshohet se janë mashtrues. Ky lloj mashtrimi përmes e-mailave është i përhapur edhe në Evropë e së fundmi ka nisë me u përhap edhe në vendet e Ballkanit, përfshirë këto edhe Republikën e Kosovës. Këtu po ju tregoj një e-mail të ngjashëm që i ka shku një qytetari nga Kosova, por që jeton në Francë, pra është mërgjimtar, jeton dhe punon atje, e që i ka shku një e-mail kënse nga Interpoli. Qëndroni deri në fund të videos, ju tregoj pastaj edhe si me verifiku e-mailat që mos me ra preje mashtrimeve. Në këtë e-mail, si ftesë prej gjykatës që ja kanë dërguar në gjuhën frënge këtij mërgjimtarit, e kemi përkthyer në gjuhën shqipe me ChatGPT edhe thuhet ndër të tjerash. Po ju dërgojmë letërthirrje e cila është vendosur nga prokurori i përgjithshëm i prokurorisë federale. Ju akuzoheni se keni kryer disa kundërvajtje, nëse ish dashur me shkruaj vepra penale, jo kundërvajtje, po ndoshta gabim përkthimi dhe provat e mbledhura përbëjnë dëshmi të shkeljeve tuaja për pedopornografi, cyberpornografi dhe pedofili. Andaj thotë e-maila, kontaktoni sa më shpejt drejtorin ekzekutiv të Europolit, i cili personalisht merret me dosjen tuaj dhe pret shpjegimet tuaja. Tash e-maili këtu brenda ka edhe një afat, thot me kthy përgjigje brenda 72 orëve dhe ja dërgon viktimës një e-mail ku kënse duhet me kontaktu drejtorin e operacioneve. Fillimisht e-maili që shkruan aty për me kontaktu është një e-mail kod, pra shihet që nuk është zyrtar i Europolit, por një qytetar i thjesht mundet edhe me ra viktim edhe me kontaktu mashtruesin në këtë rast, i cili natyrisht se ndërkohë do të kërkojë nga viktima para kënse për të paguar gjob ose diçka e tillë. Pra zakonisht këto e-maila dërgohen me çet qëllim, me ushtru presion mbi viktimën, pra me i thonë që brenda 72 orëve duhet me e kthy e-mailin, me kontaktu, edhe me bind që për me mbyll këtë lan duhet me bo një pagesë përmes ndonjë filiali financiare ose ndonjë banke, varet se çysh operon mashtruesi në këtë rast. Për me qenë një gjithmonë të sigurt se kush po ju kontakton, është mirë që gjithmonë me shfrytzu për shembull këtë platformën Google Admin Toolbox. Kjo është një prej platformave, mundi me gjetë edhe tjera në Google. Po ja u tregoj këtu poshtë edhe po e shfaqim si link, mundi me hi tek emaili juaj e merrni emailin që ju ka kontaktu. Për shembull, po e marr një përgjigje që e kam marrë prej Policisë së Kosovës, kjo është email zyrtare e Policisë së Kosovës, pra nuk është fake, as nuk është një prej mashtruesve, të cilën ma kanë kthy në Gmailin tim personal. Klikoni tek këto 3 pikat anash që shihni edhe shkoni klikoni tek show original, pra ose shfaqni originalin në shqip. Qit mesazhin original e kopjoni duke kliku këtu edhe hyni tek kjo faqja që e ceka më lart Google Admin Toolbox, që është një tool i Google, edhe vendosni mesazhin këtu edhe klikoni analyze. Këtu mundeni me pa IP-n edhe nëse i kanë kalu qëto kontrollet e sigurisë, SPF, DKIM dhe ARC, pra që po figurojnë 5, që do të thot emaili është zyrtar, pra e kanë kalu qëtë kontrollin e sigurisë. Emaili zyrtar i Policisë së Kosovës i kalon të gjitha kontrollet e sigurisë në këtë rast, pra normalisht është email zyrtar, po veç deshta me e marrë si shembull për qytetarët që me pas kujdes nëse marrin kësi emaila. Për rastet të dyshimta që ju ndodhin, nëse pranoni emailet e tilla, ose jeni viktimë ndonjë mashtrimi, mos hezitoni me kontaktu ose ndërmarrni në Facebook, edhe normal për këto raste më u drejtu policisë në mënyrë që organet me qenë të njoftuara edhe me nis hetime.